Një ndërhyrje estetike që duhej të sillte përmbushje, jo vetëm që përfundoi me pakënaqësi, por edhe me akuza. Çka ndodhi realisht në klinikën Bonsai në Prishtinë? Është fjala për një procedurë të kryer gabimisht apo për një kliente që nuk ju përmbajt udhëzimeve pas trajtimit? Blerta Berisha, pronare e klinikës, ka folur për emisionin Keks Kosova për të sqaruar rastin me klienten e saj, e cila e akuzoi se sa nuk ja verboi syrin kur kishte injektuar botox në qershor të 2025-s. Sipas klientës, pas trajtimit, syri i është infektuar dhe çepalla i kishte rënë. Estetistja konfirmon se Hadia Abdul Fetah ka qenë kliente e saj dhe ka kryer disa ndërhyrje, por ajo mohon që t'i ketë rekomanduar botox në sy për tërheqjen e tyre. Po, klientja ka marrë shërbime edhe prej vendit ku ajo jeton dhe tha që ka qenë e pakënaqur me të njëjtat shërbime. Po, është diçka tjetër që klientja ka kërku ekstra ndërhyrje në fytyrë, e cila ka qenë e këshilluar prej anës time që mos i bëj, se s'kishte nevojë. Ajo e din këtë pjesë shumë mirë, edhe thjesht kam qenë shumë e sinqert me ato që ajo ka kërku vetë. Klientja ka dashur ngritjen e vetullave, gjë që botox e bën atë pjesë, po që i ka rrisqet e veta, edhe kjo njihet botërisht në shkencën mjekësore, edhe klientja ka qenë e vetëdijshme për këtë pjesë, për riskun që ajo edhe është vetë përfshirje në këtë aspekt. Para dhe pas është këshillu për mos me prek zonën ku është apliku botoksi, mos aplikimit makijazhit, nuk duhet bëj palestër, edhe nuk duhet përkulje apo shtrirje deri në 6 orë. Këto kanë qenë këshilla që çdo klientit i japim, edhe normalisht është edhe pjesa që nuk duhet me konsumu kafein dhe aspirin. E humbe efektin ose mundet me shkaktu kontraindikacion. Sipas saj, çdo klient nënshkruan një kontratë ku janë të listuara efektet anësore të mundshme nga botoksi dhe fillerët. E të njëjtën procedurë sipas saj e kishte ndjekur edhe Hadia, klientja e saj egjiptiane. Po klientja edhe ka nënshkru për dokumentin, për rrisqet e veta që i ka pas parasysh, do me thonë, për kundër indikacione që po i përmendi, ka nënshkru ka qenë e vetëdijshme, me thonë është ajo letra në protokoll që i kemi dokumenti i pajtueshmërisë së klientit, i ka gjitha të dokumentuara, edhe kjo është, do me thonë, nuk Çka përfshihet në atë farë dokumentin që ju e posedoni para se të bëni ndërhyrjet me klientët e juaj? Po, janë gjithsej 20 pika që janë kyçe për trajtimin botox, që klienti duhet me qenë i vetëdijshëm kur merr atë lloj trajtimi, që efekti botox është edhe individual në bazë të anatomisë së fytyrës së vetë personit, muskujve e tjerë, kundër indikacione, do me thonë efektit anësore, në rast prekjes, çka mundet me pas si pasojë, janë edhe kozgjatja e efektit, qoftë si rezultat jo i mirë apo i mirë, do me thonë është kozgjatja e botoxit, edhe në rast ndonjë alergjie, klienti thjesht duhet me qenë i vetëdijshëm për ato që po aplikohet. Ajo thekson se këto produkte nuk reagojnë njësoj tek të gjithë dhe rreziku për komplikime ekziston gjithmonë. Berisha shpjegon se Hadia kishte ardhur në klinikë me rekomandimin e një shoqeje, e cila më herët kishte mbetur e kënaqur me shërbimin në klinikën e saj. Po, unë me sa po shoh klientja vetë se ka thonë për blefaroptosis, gjendja saj apo. Ajo është një prej arsyeve që ndodh ajo, është vetëm nëse kliente mundet me e prek zonën, ose me masazhu, ose me krujt. Mundet me qenë kjo një ndër faktor që klientja gabimisht ka pas mundësi me bo. Po këto në momentit që klienti pas aplikimit të shërbimit botox lirohet prej klinikës dhe kemi të pamundur me e ditë se klienti çka ka mujt me bo në shtëpinë e saj. Po këto raste ndodhin njihen botërisht edhe ne si klinik japim përgjegjësi për çdo aspekt, prandaj edhe këshillojmë klientin para dhe pas për të drejtat e tij edhe të drejtat që mos me i prek fytyrën, mos me i bo këto gabime cilat munden me shkaktu kontraindikacion ose një rezultat të pakënaqshëm. Dyshimet e saj lidhen me faktin që Hadia mund të mos ketë respektuar udhëzimet pas injektimit, si ndalimi i prekjes së syve, shmangja e fërkimit, mos shtrirja për së paku 6 orë dhe kujdesi ndaj aktivitetit fizik.
Për ta përmbushur këtë verzion, ajo përmend si dëshmitare pikërisht shoqën që e kishte shoqëruar Hadia në klinik me të cilën ende mban kontakt. Duket që klientja nuk ju ka përmbajt këshillave mjekësore të cilat veç kanë qenë prezantume atë ditë, edhe normalisht si duket klientja pas ka pas pak knatësi edhe cilën e kam ftu, jemi konsultu prap, i kemi ndihmu për gjitha mundësi që ne si klinik ofrojmë me profesionalizëm, po si duket ndoshta edhe prej anës saj nuk ka qenë e mjaftueshme dhe pas ka vazhdu me procedura. Sa i përket pjesës që ajo ka kërku të hollat, po e vërtet herën e parë ka kërku direkt të hollat. Ne kemi tentu si çdo biznes që nuk është e lehtë me marrë një klient, me i kry shërbimet, me shpenzu për produktin, dhe në fund në rregull po t'i kthejmë, nuk është që e bojnë krejt, po une s'kam tentu edhe shumë me insistu për mos me i kthy, ka qenë vetëm një herë që i kemi thonë mundemi me të ofru diçka për ndihmë edhe mos me t'lon anësh ty, nëse je pak kënaqur, po pastaj ajo vetë nuk tentoj me kërku mo pagesën, kur ka shku në shtëpi me mesazh ka kërku pagesën mbrapsht refund, edhe i kam thonë që në rregull mundesh më ardh, lutem vetëm mundesh më ardh në vizitë prap edhe në nshu një dokument me cilën jemi në rregull që ti ke marrë hollat e tua edhe kaq. Berisha thot gjithashtu se klientja i është dukur e pakënaqur në përgjithësi, duke kujtuar se vetë ajo kishte dalë pakënaqur edhe me injektimet që i kishte bërë në vendlindjen e saj në Egjipt. Biznesi i Blerta Berishës është i regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, me një punëtore të deklaruar, si dhe me aktivitete për mirëmbajtjen trupore, trajtimet e bukurisë e aktivitetet e tjera të shëndetit.